Sot mblodh kryesia e Partisë Demokratike, e cila ka nxjerrë Florian Binaj si kandidatin për Bashkinë e Tiranës, që mbështetet nga Partia Demokratike për zgjedhjet e parakohshme lokale të 9 nëntorit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, nga selia e Partisë Demokratike, foli për gazetarët se midis kandidaturave të ardhura nga personalitetet e drejtues të Partisë Demokratike, tashmë të bëra publike, për të cilët kam vlerësim më të madh, Partia Demokratike informon se do të mbështesim kandidaturën e Florian Binaj. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët, të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjen veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës. Berisha e vlerësoi Florian Binaj si një nga artistët që i konsideron kauzat qytetare si kauzat e tij.